Zoti Merkoçi, si e shikoni reagimin e Edi Ramës në raport me Porto Romanon, ku u përplas pothuajse me dhomën amerikane të tregtisë? Në këtë rast kemi bëjmë me një reagim të ashpër të vetë amerikanëve, apo është një tërheqje e Edi Ramës sa i përket kësaj çështje? Është tenderi i tretë që anullohet për Porto Romanon. Ishte i treti dhe pas shumë përpjekjesh Rama mundua që ta kalonte këtë projekt për 400 milion eurosh dhe të vazhdonte punimin në Porto Romanon, pasi kishte bërë edhe çmimin e tokës aty që e cila do shpronsohesh, por është një port, atë që thash në fillim, është një port i cili nuk ka asnjë funksioni për sa i përket NATO-s apo Shtetet Bashkuara të Amerikës, po kryesisht NATO-s, sepse atë që kam thënë që Porto Romano është një port që nuk ka mundësira zbarkimi, ajo që është nga pikpamja ushtarake, zbarkimi në trupa apo mjeteve ushtarake për sa i përket Porto Romanos. Në porti i Durrësit është ai port i cili i plotson gjitha kushtet dhe kriteret për që një port strategjik, ashtu siç realisht porti i Durrësit është port strategjik, por duke qenë se Rama ka mendjen tek aferat e tij, duke pas parasysh që hoqi nga porti i Durrësit, hoqi kalatën e cila bënte shkarkimet dhe e kaloi në Porto Romano, ku kromi realisht vjen nga Kolumbia, vjen drejt për drejt, pa ndaluar nga avion. Dhe aty pastaj shkarkohet dhe bëhet seleksionimi i drogës. Kështu që Porto Romano u kthye në një pikë të rëndësishme të drogës. Aty bëhet edhe kontrabanda më e madhe, tashmë se është edhe i pakontrollueshëm, është një port i palicencueshëm, se s'ka asnjë licencë Porto Romano. Dhe në këto kushte ky kërkoi që ta bëri tenderin e tretë për ta marrë dhe për ta vazhduar punimet në këtë port. Por me sa duket, thash pavarësisht se ndonjëherë është ajo edhe i vetëm luftë do ta vazhdosh atë betejën, më vjen mirë, sinqerisht më vjen mirë, jo pse u dogj Rama në këtë pikë, por duhet të kuptojmë një gjë që shpëton Shqipëria, shpëton domethënë ajo pjesë historike e Shqipërisë, se porti i Durrësit tek e fundit është pjesë historike e Shqipërisë, dhe nuk di se çfarë guximi do ketë më tashmë Rama të vazhdojë në një kohë të pezullu të gjitha punimet, qoftë edhe talabare që është në portin e Durrësit. Atë që thash qysh në fillim, apo që edhe kam shkruajt, në porti i Durrësit është pikë strategjike ku të gjithë luftrat apo betejat apo që janë zhvilluar nëpërmjet portit të Durrësit, sepse është një port një strategjike. Mos harrojmë se Shqipëria, kam thënë, pra vazhdoj ta them, Shqipëria është pikë strategjike për sa i përket mesdheut, pavarësisht se sot jemi në këtë lloj situate, në këtë lloj ekonomie, apo s'kemi as ushtri, as politik, as diplomaci, as gjë, por sinqerisht Shqipëria prapë mbetet vendi strategjik i Ballkanit kryesisht, por edhe një pikë strategjike shumë e mirë për sa i përket dhe NATO nuk mund të pranojë që një port të tillë ta zhvendosi dhe ta çojë në një mini port temi, jo edhe mini port nga pikpamja e vogël, por një mini port i cili nuk i shërben absolutisht për asgjë. NATO-s Porto Romano nuk i shërben absolutisht asgjë. Ka pas tentativa të vazhdueshme të Ramës në marrëveshje me NATO-n, ka kërkuar në çdo takim që ka pasur, ka kërkuar që ata të japin një miratim për sa i përket Porto Romanos, nuk e ka marrë asnjëherë, ka bërë tenderat në kokën e vet dhe pikërisht tashmë jemi në kushte që ai u dozua totalisht, është tenderi i tretë që anullohet. Por ajo që është kryesore, me qenë se SPAKu e ka marrë në dorë, domethënë hetimin e Porto Romanos, gjëja kryesore është nëse SPAKu do të nxjerrë në dritë se kush e ka projektuar Porto Romano, kush është ai projektues dhe ideor
që unë jo pa qëllim kam thënë që ideatori i prishjes sportit Durrësit dhe ndërtimit Porto Romanos është vetë Edi Rama, nuk ka absolutisht asnjë njeri tjetër. Kështu që në këto kushte nuk kemi domethënë se ku shkojmë më keq se sa kaq. Këtu është Bashkimi Evropian që ka ndërhyrë, domethënë ka ndërhyrë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte një raport i cili u paraqit ku ka dalë në Roma e tregtisë amerikane, por realisht nëse do të lexova këtë raport, ai është i bërë nga Departamenti i Shtetit të Amerikës. Dhe nga vetë NATO besoj edhe NATO do këtë gjithë, kur themi Amerika, gjithë NATO, Amerika nuk ka një tjetër se tjerat janë kopertur. Në këtë rast, a mund të themi se Edi Rama ka kaluar ato vijën e kuqe sa i përket raporteve të tij me NATO-n, Bashkimin Evropian, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që vitin tjetër Shqipëria do të jetë vendi që do të pres samitin e NATO-s. A mund të jetë Shqipëria një vend që pret samitin e NATO-s në këto kushte, ku një nga portet më të rëndësishme Edi Rama tenton që t'ua jap kundërshtarëve të NATO-s dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Samiti i 2007-s u bë me qëllim në Shqipëri, jo se Shqipëria plotson ndonjë kusht, jo se Shqipëria është në një vend i NATO-s, por duke qenë se Rama është pjesë e kabales dhe pjesë e Sorosit, mos harrojmë se në Europë akoma vazhdojnë qeveritë sorosiane në detyrë dhe mos harrojmë se nuk ndryshon kaq shpejt gjëja. U caktua Shqipëria u caktua si vendi që do bësh takimi i NATO-s në 2027. Me idenë, dhe kjo u pa mjaft mirë kur Stoltenberg kërkoi që të prezantonte vendet e Ballkanit me Trumpin, ishte një takim kur Rama nuk e takoi dot sepse iku nuk e lan të takonte, por ishte një parathënie për të thënë që ky do bëhet samiti do bëhet tu dhe Rama do të jetë vendi pritës. Jeni sigur që Rama nuk do jetë në atë kohë vendi pritës, do jetë Shqipëria patjetër. Por jo me Ramën kryeministër. Nuk e pranon më njëri se ka kaluar gjitha vijat e kuqe, pavarësisht se Rama dhe mundohet në çdo kusht të bëjë atë lojën e bukur kashi Amerikës, atë lëpirin që kërkon ky të bëjë kashi Amerikës, por nuk i jep rezultat. Nuk i jep rezultat sepse bën veprime të pakontrolluara, veprime të nxituara, veprime të cilat e distancojnë nga Bashkimi Evropian. Duket në momentin e parë duket sikur është një favor i Amerikës dhe del pastaj e hapur që ka bërë çdo gjë ka bërë të nxituar apo të bërë në mënyrë personale për përfitimet e tija personale, gjë që asnjëherë nuk japin rezultate. Kështu që ishte si puna e asaj rezolutës i bën për Iranin, në kupton kur asnjë nga vendet e Bashkimit Evropian ka guxuar ta bëj. Ky guxon edhe bën vetëm për të treguar atë lëpirin e tij, atë afrimin dhe kërkon, domethënë në çdo, prandaj ja qymi nuk korridorësh. Mundohet që të futet në çdo brim, në çdo gjë të futet, e kupton, gjej një mënyrë për të futet. Të gjithë të e kam për mbijetesën e tij, sepse thash unë prapë i qëndroj asaj besnik asaj që kam deklaruar që ky ka marrë një themi urdhër nga kabala për të qëndruar kryeministri i Shqipërisë sepse i duhet një zonë e tillë. Dhe ky po bën atë detyrën, por me këtë që bëri, domethënë me të gjithë veprimet që ka bërë dhe sidomos kashilliku që i bëri për portin e Durrësit, domethënë them se i ka kaluar tashmë të gjitha vijat e kuqe. Ju e shihni që nuk pritet askund, nuk ka absolutisht asgjë. Bashkimi Evropian, Gjermania kërkoi të bënte edhe një rezolut në emër të Bashkimit Evropian bësh një rezolut kundër Ramës, kundër bllokimit të tij, domethënë, sepse ju shihni që Shqipëria nuk pavarësisht se kanë hapur ato kapitull, munduan t'i hapin shpejt e njërin tjetrën, por në fund fare pastaj çështja e Ballukur i bllokoi dhe i xherroi, mund të themi që i xherroi të gjithë tentativat e tij për
për gjithë atë propagandën e madhe, e hodhin poshtë, ashtu siç hodhi poshtë tashmë për gjithë propagandën e madhe që ky ka misi të madhe me Amerikën, ky është pjesë e NATO-s, ky është, domethënë ajo koka e NATO-s, themi më mirë me thonë, direkt e gënjen mendja. Dhe Porti Durrësit tregoi pastaj që i xarron të gjitha. Kaq, është shumë e thjeshtë për Edi Ramës, domethënë, Edi Rama do përgjigjet para ligjit. Thash, është dosje të cilën tashmë e ka SPAK-u në dorë. Është regjistruar në SPAK, kështu që nuk ka ku shkon.